Mirikthehemi në Real Story me një lajm të minutës fundit. Kryesia e Partisë së Lirisë sapo ka miratuar vendimin e presidentit Partisë së Lirisë, Ilir Metës, që ai të jetë kandidat për deputet në qarkun e Tiranës. Dhe ai do të jetë deputet në listën e hapur të koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Pra, vetëm pak ditë më parë u ra dakord midis partive që Meta të ishte në listën mbyllur të Fierit. Berisha ka pranuar publikisht se nuk do të pranonte që Ilir Meta të ishte në listë hapur, do të jetë në listë mbyllur për shkak të situatës në cilën ai gjendet, i burgosur. Por me sa duket Petro ka një lëvizje që Meta kërkon një farë mënyrë të ruajë identitetin e tij politik dhe të mobilizojë partinë e vet, apo e cila ka pasur midis 85 e 120.000 votave gjithmonë në ditë veta më të këqija, por që normalisht në momentin që ai kandidon në listën e mbyllur të Fierit, temi morali i votuesve do të ishte edhe më... Duket që Meta kërkon, temi bën një lëvizje politike, megjithëse në situatën super të vështirë në cilën ai gjendet. Nëse kjo... Edhe një mesazh ndaj Berishës duhet jetë, patjetër që... Ka mentalitet shtangisti ai, domethënë ka këtë gjë që nuk... Kështu i kemi ndatë. Ca stangisht në ca doktorët, ca piktorët. Ka një gjë, Meta nuk është se ka një parti të madhe që të prishin në një garë duke hyrë tek një listë e hapur. Në opozit ju nxorën 2005-ën, në opozit ju mbajti 2009-ën. Në 2005-ën nuk në nxori vetëm ai në opozit, por edhe alatët tanë, ishte sistemi, është historim vete, sepse ne humbëm në 18 zona për shkak të LSI-s dhe të alatëve. Në 11 zona për shkak të alatëve, në 14 sepse kishte zona që ishin faktorë. Po pra letemi ishte një nga faktorët, edhe një nga faktorët që shi u shkuan në opozit, dhe pa dyshim 2009 besoj këtë semon dot, që ishte Ilir Meta që u la në opozit. Pra letemi ato 85.000 votat të 2009 që u la në opozit, si ishte dhe ju sotën pushtet 2013. Pra letemi ka qenë Meta faktor. Ka qenë faktor, Meta ka qenë një faktor. Domethënë opozita, që ishte PS-ja, bëri një koalicion me vetëm 4 parti. Dhe i refuzoi bashkimin me partinë tuaj. Në 13 e korrigjoi pastaj duke bërë një koalicion. Por, pra, lëvizja e Metës prap duket një lëvizje Brisita... Unë mendoj që është frymëzuar nga... Intuitive, është patjetër, po... Unë mendoj që është frymëzuar nga zoti Rama, nuk besoj se është e vetja. Ja ka çuar zoti Rama atë në mendje dhe... Me qëndrimin e tij sot. Atë që ka marrë fjalimin e famshëm sot, që provokoi që mund të hynte edhe në listë hapur dhe vet Rama. Ka përshtypjen se më shumë kërkon që të rreqë në këtë vallë e Ramës, se sa edhe të faktorizohet, sepse është i dëshpëruar. Pra një farë mënyrë, një farë... Rama sot dha idenë që ndoshta mund të ishte në listë mbyllur, dhe Meta i hedh temi dorashkën nga... Por e bën dhe që të faktorizohet... Nga dritarja e Qelisë. Rama të ishte në listë hapur. Meta është kaq shumë i dëshpëruar në qelinë e tij, saqë kërkon të faktorizohet. Lajmi më i keq është që prapë në Parlamentin Shqiptar, po shikojmë personazhe të inkriminuar që kërkojnë të hyjnë. Unë nuk jam dakord me çfarë tha zoti Çupi Qpar për parlamentarizmin shqiptar, mendoj që kemi një antiparlamentarizëm, po shikojmë dhe emra që po lëvizim këto kohë, pikërisht emra të inkriminuar, të cilët pavarësisht se normalisht një deputet i cili është thirrur pranë organeve drejtësisë dhe moralisht është i cënuar dhe deputeti pikën më të fortë ka anën morale dhe etike. Përtoni cënuar Tedi Pandeu. Po Pandeu, ai vazhdon me atë në kupolën e asaj që për sa kohë nuk ka vendim formë të prerë. Kemi Mediun, kemi Berishën, kemi goxha personazhe edhe nga e majta që janë her pas here thirrën nga organet e drejtësisë dhe po hetohen. Kemi dhe Metën që aspiron. Domthonë është bërë Parlamenti Shqiptar si një stre të inkriminuar që gjejnë liri. Dhe emri që më ka shokuar më shumë ka qenë emri i Agron Malajt, i cili zoti Rama, pavarësisht se nga mëngjesin darkë tund flamurin e 20 janarit, mos harrojmë që zoti Agron Malaj, tani është kryetari i Bashkisë së Matit, është projektuar për të qenë deputet në listat e Veriut Shqipërisë, ndërkohë ai është një nga 10 qitësit e grupit të qitjes që ka qelluar mbi 4 viktimat e 20 janarit. Ku diti që ka qenë? Sepse këtë ka bërë zoti Rama, unë nuk bëj nga që do t'i shpëtoj përgjegjësisë morale, thotë që më ka garantuar që s'ka qelluar. Ndërkohë ai ka marrë 5 rroga shpërblim nga Berisha, askush nuk ka, ai është akoma në hetim nga Spaku me sa di unë, dhe moralisht bie gjithë fabula e zotit Rama për 20 janarin, për Spakun, për gjitha. Dhe gjithmonë duhet zgjedhur me kujdes
personazhe që frymëzojnë dhe jo që shpojnë tullumbacen e propagandës dhe të delireve të cilat fshejnë që në fund të ditës politika është pragmatike, do disa persona që kanë fuqi në zona caktuar dhe më sjellin vota. Në rast se do vihet emri i Agron Malajt në listën e deputetëve të Partisë Socialiste, për mendimin tim, ajo është një fyre dhe një zhbërje e madhe morale e kësaj partie dhe e gjithë fabulës që ka për ty për këto ditë për 20 janarin. Kjo është, e kësha shumë rangë të thoja. Okej, dhe nuk të nërpreva. Po, kështë diçka për tënë? Tani, Vedëm të shkurë se ja në nërpreva pro. Në parim jam dakord me këtë që kush është në hetim nga Spaku dhe sidomos kur janë të pandehur, kur janë pandehur, dhe këtu flasë gjithmonë për pjesën tonë. Edhe kur janë në hetim. Tani se që bën Berisha dhe Meta këto tjerë. Në hetim varet, në fast avansuar. Ju si një gjitha ta? Por, rastin... Po, jam dakord me këtë që kush është nga këta që janë si kandidat potencial, se kandidat akoma si janë shpallur zyrtar, por që kanë një histori tashmë me Spakun, për mua nuk duhet. Sidomos flasë për Partinë Socialiste. Jo vetëm me Spakun, me gjykatën kushtetuese. Por rasti Agron Malajt nuk është fare ky. Do më thënë... Jo e keni futur në strehën tuaj se keni bërë kryetar bashkia dhe se... Mirë më të dëgjova që... Por më falë, është e ka shumë, sepse ai është duke u verifikuar nga Spaku, ju i jepni imunitet. Ndërkohë... Jo, s'ka imunitet fare. Duke e bërë deputet, po them, duke e bërë deputet, i jepni imunitet. S'ka imunitet, i ikën me një kërkes, ikën imunitet. Moralisht, po, pa tjetër, dhe në Komisionin e Venecias, të lutem. Tani, ti jesh punonjës garde, është një nderi madh. Po pra... Sidomos 20 janar. Mirë, dakor, po të vrasësh njerëz... Gjitha që kanë qenë në gardë 21 janar që kanë kriminal, po kush e ka thënë? Kush e ka vendosur? Sepse unë këto hilet e vogla që... Jo, skatrojnë fare dhe këto hilet e vogla për të gënjur shqiptarët, unë si kam qef fare. Sepse ka qenë një nga 10 antarët e grupit të gatë dhe ka marrë në mënyrë nominative, ka marrë 5 rrogash për blim nga Berisha. Të për rrogat nuk e diun, po ditë unë e kam pasur në intervistë Ana Morale pasaj gjykojnë i vetë. Unë e pasur intervjistë Zotit Male në dokumentar për 20 janarin, ku a i ka folur dhe në është person që nuk është person që flet, ka folur para kamerave dhe unë tentoj të besoj atë që ka thënë që a i nuk është nga ta që ka shtim, por kundës e mund tjetë nga ta që ka dhënë alarmin, ka dhënë çfarë me duke bërë. Megjithatë, e thatë ju, të hetoj prokuroria Spaku të gjenë që ka ndodhë. Ana Morale është ishtë dëshmitar shumë i mirë, le të thrasim. Po, shko është e vërtet. Ideja që ta fundush pasaj ta kandidosh pasaj, këtu pasaj ha diskutim. Nuk jam aq i ashpër sa që është Brisida, por që han diskutim. Spaku han diskutim. Nuk jam aq... Këto dredhira dhe këto fishet... Kosta Trebicka atje? Nuk e di, si pas me e po. Këto dredhit dhe këto fishet e kanë bërë amok të popull. Edhe unë mendoj që duhet jetë vrarë. Si pas me e po, të edhe gjë zyrtarisht ta i ka vdek në aksident. Unë e kam takuar Kosta Trebizit dhe më ka treguar se si është takuar me të birin e Saliut e tjera. Unë e kam intervistu, jam i vetëmi që e kam intervistu. Unë mund t'jem një dëshmitar. Kjo më bën mua që unë s'duhet kandidoj gjykun. Po jo, s'ka Së shënjita gjose, s'ke majt, nuk e, po si që për një tjetër që i është bra vlaja, tjetër është të gjykasi lartë që është tjetër. Frok. Po. Ilir Meta, Sali Berisha, Lulzim Basha, Edi Rama do t'jenë të gjithë tani në garë në Tiranë. Këtë e një farë mënyrë dhe referendum midis temi përfaqësuesve politik të këtyre 30 viteve të fundit. Po, është interesant, të vërtet e keni si thuash, keni montuar bukur atë, si thuash... Jo, me kalimin e Metës, sigurisht kjo është... montuar shumë mirë. Thuaj se është këthyër, po jo në sensin e paraleles, thuaj se është këthyër në 91 kur në Tiranë kandidon të Ramizalia. Edhe Ramizalia dhe Kurt Kolla. Dhe më thënë, ishin që një vit që manifeston të trazirë shumë të madhe, një gjë që së mund ndodhë të më. Edhe kjo që pëndodhë, se po e ndiqja bisedin tuaj, edhe kjo që ndodhë tani me t'inkriminuarit dhe pa inkriminuarit në politikë, është për herë të parë që vjen ka që vrullshme dhe ka që fuqishme. Dhe më thënë, ka shumë të damkosur, të njohur, ma djetë që janë kandidat për në burg, janë kandidat për në SPAK, kandidat për në gjykatë, dhe kandidat për shumë vite atje.
edhe për në parlament. Dhe po janë dhe kandidat për në parlament. Dhe ka dhe një kategori tjetër, se s'du ta ndërpresoj gjë, kategoria tjetër e çunave dhe gocave, pra nuk kandidon babi dhe mami, po kandidon çuni dhe goca. Kjo pastaj është që s'kan asnjë kontribut, se mund kesh kontribut. S'kan asnjë kontribut, zero. Po edhe mafia italiane është e investuar. Sa larg është ti Çfarë më kujton? Domethënë më kujton një ndrageta në Itali, më kujton dhe zakonin shqiptar, kur thritej dikur që ishte nder ti në burg, dhe thritet te dera e shtëpisë te gardi dhe thuhesh burrat nuk I kam këtu se janë on varrën on burg. Burgu për burrat është. Kjo ishte pak, po domethënë kaq e fuqishme që. Po çfarë ndodh kësaj here? Kësaj herë ndodh dhe kam përshtypjen dhe kam shpresë se do të jetë fundit nga legislaturat që do kemi kriminal në parlament ose tentativat për të hyrë në parlament, se mund mos hyjnë. Atëherë më kujton një gjë që nëse deri më sot këta të dyshuarit, këta të kriptokriminalët e tjerë kanë ardhur nga poshtë, kanë ardhur nga fshati, dominonte fshatin ai dhe I thoshte do votosh për mua. Kanë ardhur nga zona se e dominonte e tjerë. Tani nga kryesia e partive, nga kryesia e shtetit, ose nga familjet, të inkriminuar në parlament. Është Sali Berisha që po tenton të hyjë në parlament, është katastrofë. Ai po tenton të bëhet kryeministër, më vjen keq. Është një katastrofë. Është një fyrje, ai po I konsideron shqiptar të gjithë budallëj. Po të gjithë budallëj. Është Ilir Meta që tenton, I cili është tmerrsisht I neveritur në popull. Ai bën mirë që e bën atë gjë në kuadrin e Ilir Meta. Këtë do hetoja unë. Fakti është se duhet ta shohim pak me një broader view, me një këndvështrim pak më të gjerë. Fakti që sot në Tiranë do të jenë gjithë elita e politikës, elita, po tash ta quajmë elita, ose ata janë. Ç'do të them tani? Ata janë dhe qytetarët e Tiranës që janë një mini Shqipëri e vogël, një mini Shqipëri apo jo, ku do dalin 37 mandate dhe ku në lista do të kenë mundësi të votojnë edhe Sali Berishën, edhe Edi Ramën, edhe Ilir Metën, edhe Lulzim Bashën. Pa folur pasaj dhe për tjerë, ka dhe gjithë tjerë, do jetë Darsheje, do jetë Tiranë. Pra le të themi ka një varg shumë të madh politikanësh, duke se kthehet një referendum të një pjesë shumë të madhe të votuesve shqiptar për kërët e politikës shqiptare. Këtë mund është shumë interesante. Shumë interesante. Për një person që ndoshta s'ka kuriozitet, s'ka interes të votoj, ndoshta kjo e ngjall pak ndjenjën e votës, qoftë edhe për sportivitet. Shumë e vërtetë edhe për arsyeën se gjatë këtyre viteve kur kanë ndodhur tërmetet, merret në Shqipëri, kanë 30 vjet që ndodhin. Gjatë kësaj kohe ka humbur brezi. Ka humbur kujtesa, ka humbur fizikisht, nuk e kemi atë brez. Dhe po t'i thuash sot të rinjve që do votojnë për Sali Berishën, po patjetër, pse mos votojnë? Ata njohin një burg trema, njohin një plak me tablet në dorë, që bën atë... Ashtu është I lezetshëm, po te ai shkuar është I lezetshëm. Ja për shembull, nesër I ka ftuar të bojkotojnë mësimin. A ka 14 vjeçar që nuk e bojkoton mësimin? Pikërisht. Janë disa personazheve të TikTokut, personazheve qesharak të TikTokut, edhe pse të mos e votojnë. Ashtu e mendojnë. Ashtu e din, ashtu e shikojnë. Edhe kjo do thotë se shoqërisë po I rrjedhin vlerat ose të mësohemi që për një kohë të caktuar të qeverisimi nga kriminal. Pse jo? Nëse unë kam shpresë vota e emigrantëve, 250.000 vota e emigrantëve janë vota interesante sa I përket kujtesës që thatë ju frok. Atje është kujtesa më e ngurtësuar. Atje është më e ngurtësuar. Atje kanë kujtesën më të fortë. Jo, është normale se është harresa breza. Nxirë sot Fatostanun në zgjedhje. Sa vota merr? 30 vota mund të marr. Ne që jemi këtu që e njohim, edhe një 20 tjera. Do thotë që ajo që po flasim, personalitete, njerëz me kontribute, bla, do thotë se Ilir Meta, I cili e di se çfarë situate është, guxon të thotë unë dal në fushë të hapur. Pse e bën? Për disa arsye, sigurisht. E bën për kashillëk ndaj Berishës, e bën për të... Unë jam me atë që thotë Brisita, e ka ngacmu pak Rama. E bën për të thënë... Unë besoj se do të kalkuluar. Domethënë, ai mendon kështu që lista e hapur e këtij koalicioni do jetë një listë ku votat do coptohen. Pra të gjithë do marrin vota, po duke coptuar votat e koalicionit. Dhe ai kërkon që gjithë votat që quhen të LSI-s, pra ku realisht Tirana ka pjesën më të madhe. Dhe kështu mendon se ndofta do marrin më shumë vota se
pak me ile ndaj doktorit, pak me ile është ndaj doktorit. Se ka të marrë fikse. Vendin e sigurt i ka marrë, po unë do të po marrë, po dalë dhe bën fakt kryer, doktori dhe po e dalë... kupton këtë gjë. Doktori e kupton këtë gjë dhe e ka pranuar. E ka pranuar? Ta shikojmë, sepse kjo është në momentin që janë deklaruar koalicionit, janë deklaruar vendet e sigurta, pra a do t'ja lej doktori vendin e sigurt sërish në fjerë Partisë së Lirisë, ta shikojmë nesër me siguri do kemi një reagim, po... Jo, meraku i madh është që ne merrem me pjesën fundore gjithë historisë, sepse mënyra se si është konceptuar sistemi zgjedhor nga të dy forcat politike, këtë do sillte. Dhe po të shikosh edhe propozimet që ka bërë Rama, ose të qenit anonim deri tani i gjithë personazheve që janë ofruar, ka zero informacion. Për mendimin tim nuk është një gjë pozitive për një forcë politike cila duhet i merrte personazhet dhe personalitetet e saj nga njerëzit dhe jo nga mendja ose nga bindja që kanë ata ndaj Rama, sepse ne dim shumë mirë që treqëriku i të rinjve që Rama ka ofruar në politikën e Partisë Socialiste, qoftë dhe ministra, janë harruar, nuk kanë lënë brez, sepse nuk janë bërë vetë. Dakord, Prisita, vetëm që ta mbyll, këto janë alternativa, ose të votosh të anonimët e Ramës, ose të votosh kujtim gjuzin e Berishës. Edhe jeni sherin. Mos harrojmë, po dhe jeni sherin. Faleminderit Bisida, ishe më sot, faleminderit Frok, ishe kënaqësi. Pedro, faleminderit dhe sukses në listë hapur. Faleminderit. Unë nuk besoj se do jem të lista. Po Pedro, kush nuk do hyjë të thotë fillim ta. Nuk kam një zonë. Një deputet që ka një zonë, ka një, po themi, një bazë. Përse do jesh fare? Po ndosha Rama ka dashur, të tund konetën e Partisë Socialiste, ndosha mund të... Unë do punoj për Partinë Socialiste, por nuk besoj se do jem... Pra, themi nëse do jeni në listë hapur, nuk do të pranonit kandidat. Duhet, ata që kanë një zonë, pra janë përgjegjës politik në një zonë, kuptohet që kanë një arsye më shumë për të kandiduar. Unë se kam të zonë. Oke, në rregull, pra e morëm lajmin minutë fundit. Breaking news dhe kjo. Pedro në listë hapur, ose thjesht kontributus dhe mbështetës i Partisë Socialiste. Pedro, faleminderit edhe një herë. Shihemi nesër në orën 8, deri atëherë nga unë Sokol Balla, natën e mirë dhe mos harroni, TikTok nesër. Partia Socialiste e marrim ne sikur do fitoj 20 mandate, cila është një objektiv i vështirë në Tiranë. 12 janë ke lista mbyllur. Sa mbeten? 8. Se nuk jemi partia e Lulit. Dhe më do jetë një luftë më shumë e brendshme. Unë kam qenë totalisht kundër këtij sistemi. Të gjesh armikun, qoftë brenda radhëve, qoftë në drejtësi, qoftë dhe ke armik kundërshtari politik. Mendoj që kjo i mungon shqiptarëve, por liderët politik kanë tjetër vizion. Sepse ti thua proporcional rajonal dhe lista e hapur e kthen de facto në një magjoritar brenda partisë, duhet ndofta një manovër më efikase. Ne vetë themi që 12 vjet në pushtet janë shumë dhe të konsumojnë. Konsumojnë të parën, në tërë makinën konsumojnë motorin. Dhe ajo është e problemi, konsumohet parlamenti. Do shkaktoj një infekcion, një pislëk, një maskarallëk, një lidhje e gjitha në konflikt interesi mes kandidatëve dhe elektoratit, do i mësoj elektoratin të mashtroj kandidatët.